Zoti Berisha shpesh herë ka folur për simptoma ose për fenomene të cilat koha i ka vepruar. Për shembull, sot me gjëra fjala, nuk e di nëse keni pjesë në emisionit. Patjetër se aty prandaj po përpiqem të lidh pjesën e parë me pjesën e dytë. E mbani mend kur Sali Berisha nisi përballje me drejtsinë dhe një nga përballjet paralele me drejtsinë ishte kush? Po i quajmë kështu pedina penale e gjyqtarës Irena Gjoka. E cila sot, mbas denoncimeve prej 2 vjeçar hulumtime, dokumentave që ka bërë Partia Demokratike po done, sot rezulton që është në verifikim dhe në hetim nga Inspektorati i Lajit Drejtësisë. Drejtësisë, po sot do një lajmi. Pra, ka avancuar gjëja. Pra, zoti Berisha shpesh herë nuk është marrë, si më thënë, me institucione, por është marrë me personazhe të cilët ai në gjykimin e tij mund ta bëjnë pis sistemin. Me qira fjalë tek. Edhe Altin Troplini mund ta bënte pis sistemin. Tani, a dini qytetarët që Altin Troplini nuk është prokurori i çështjes Sali Berishës? Nuk është. Po pse sulmonte Berisha? Arben Krajin, keni dëgjuar ta sulmojnë herë? Doloreza Musabelliu, keni dëgjuar ta sulmojnë herë? Janë të 2 prokurorët e çështjes. Kur? Krajin? Kur? Tu edhe një herë. Ama beteja, Tu edhe një herë që të ngjelet në insert. Kur më? Beteja Sali Berisha ka qenë me Altin Dumanit, të cilin në gjykimin e tij ai e quhen si njëri të orientuar për të goditur opozitën. Dhe po të shikoni, gjatë një nga rekordet e Altin Dumanit si kur prokurori i Spakut, po ku të orientuar se në drejtimin e Altin Dumanit janë bërë dhe gjithë goditjet e tjera, përfshirë dhe së kryeministra në fundit, ose nga këtë moment s'po shohim më gjë, prandaj kanë pjesë emisionit që zbutur Spak. Deri në shtator po doni, përveç rastit të Erion Veliet, që ajo është një gjë që sigurisht do të futur në analizë, sulmi kryesor ose betejë kryesore, imazhi kryesor i Spakut të Altin Dumanit, kush ka qenë është që këtu fajin për korrupsionin 12 vjeçar të qeverisë e ka opozita. Por mos më thon pastaj që zoti Dumani mori përsipër edhe një risk që për mua e vulosi gjithë, si më thon, aftësinë e tij për të qenë në krye të Spakut, kur ishte çfarë? A doli na tha që ne do verifikojmë zgjedhjet e 11 majit? Dhe do shkojmë vetë me qira fjala shkojnë në një nga zonat më thelbësore të Fierit që ishte Fieri, dhe aty ku ishte prokurori Altin Dumani doli deputeti Zeqineja me qira fjala. E kupton? A isha unë këtu në studio, më pyete, mba më në therë, më the si duket këtë thash për herë të parë, edhe pse unë jam shumë kritik ndaj Spakut, unë nuk do flas sepse shpresoj inshallah që kjo gjë në mos bëf në punë, të paktën shërbej për të bërë pak presion. Dhe ky presioni nuk funksionon as pak, sepse në Fier me qira fjala dhe zoti Alebe e njeh shumë mirë, nuk ka shanse sa do të cop të jetë PD-ja, Partia Socialiste të marrë 12 mandate. Nuk ka shanse në asnjë lloj rasti, në asnjë lloj ekuacioni, që Sara Mile tjetë me 35.000 mandat, deputet e vota, dhe nuk ka rast në asnjë lloj ekuacioni që një njeri që ka marrë 1.200 vota në Durrës në 2021 të marrë 30.000 vota më shumë se Edi Rama në 2025. Dhe kur ndodhin kjo? Ndodhi ndërkohë që Spaku ishte në terren. Dhe për çfarë me këtë që po mi përmend gjitha këto? Sepse në drejtimin e Altin Dumanit, Spaku për mua ka vepruar dhe sidomos në 11 maj si garancia ose si certifikimi që zgjedhjet e 11 majit ishin të rregullta. Në fakt të vërteta nuk është kjo. Ndërsa tani që ka ikur ai Berisha po shqetësohet për drejtësinë. Zoti Berisha ka bërë qendrimet e ty dhe ka thënë kur u zgjodh me qira fjalë kur prokurori Klodian Brau tha, bëri deklaratën e parë që për mua ishte një reflektim në raport me institucionin. Dhe tha që kreu i ri i Spakut u zgjedh në mënyrë kushtetuese, 5-3. Më pas, ka pas një tjetër moment që unë e kam diskutuar me zotin Ali Bejaj si një reflektim tjetër në raport me institucionin e drejtësisë. Pyetja ime që shtrojnë sot, kush e sulmon, kush e cënon, si me thënë, mbarvajt institucionit drejtësisë? Akuzat e Sali Berishës me mikrofon para Spakut, apo nisma e Edi Ramës për certifikuar dhe për të frenuar pezullimin? Pra, drejtësia është më rrezikuar kur Sali Berisha apo kur Edi Rama merr vendime me shumicën e tij parlamentare? Dhe kur tentativa, një sekond, dhe kur tentativa po një sekond po ta mbyllë se ka një logjika e linjë logjike. Ndoshta në pos që e shumë, unë jam i gatshëm ta diskutoj. Por po them këtë gjën, që këtu është bërë zakon dhe është bërë normë, që akuzat dhe fjala e opozitës dhe aksionet me votë të mazhorancës të barabitën bëjnë njësoj. Madje, ka dhe të shmendur që thonë që kjo është më rrezikshme kur shan Sali Berisha, se sa kur Edi Rama ndryshon ligjet dhe ndryshon kodin penal, që sigurisht nuk po i ndryshon për t'i rritur pavarësinë e Spakut, po i ndryshon për t'i mbrojtur veten.
Dhe këto prapë sërish bëhen bashkë. Dhe këtu prapë ka njerëz që thonë që Sali Berisha prapë po bashkëpunon me Edi Ramën. Si po bashkëpunon me Edi Ramën? Të dyja njësoj Si po bashkëpunon me Edi Ramën? Ai ka 86 vota, me gjithë të tonë doshit. Sali Berisha, falë, Edi Rama dele thotë që unë duhet ndryshoj reformën zgjedhore, reformën në drejtësi dhe duhet ta rishikoj. Sali Berisha gjysmëore mbas asaj deklarate bën një status dhe thotë që unë nuk bashkoj votat me, sepse duhet 94 pastaj. Tani ne deri në këtë momente këto të dhëna kemi. Pra kemi njëri që thjesht ka sharë deri dje, sepse e ka gjykuar se mënyra si ka funksionuar institucioni ishte i anshëm dhe shumë fakte kanë treguar që ishte i anshëm dhe sot thot vlla, dakor do bëj si u bë, hajde japim një shans tjetër. Po sot shansi që jep tjetër është ky tjetri që ka dhe gurin dhe arrën që bëj bie kokës institucionit, jo me deklarata, por me nisma konkrete. Dhe me qëra fjalla, vërtet, si më thënë, është kritikuar gjuha e opozitës, po opozita është kritikuar nga BE-ja edhe për gjuhën, kurse sot deklaratat që po vinë, që është më serioze, që është nga BE-ja, është që për mënyrën si vepron Zoti Rama, dhe mazhoranca e tij po vjen pikpyetje dhe vetë integrimi. Mendoj që kjo është më rrezikshme dhe kjo duhet trajtohet çdo ditë. Se sa, si më thënë, është apo s'është Zoti Berisha i ashpër me spakun. Ali Bej, okej. Se ajo që thua ti është që s'mund të barazohen. Disa deklarata që është Berisha me faktin që Rama... është e kaluar më shpeshherë, është bërë më rrezikshme sharja e Ali Berishës se sa akti i Edi Ramës. Është e vërtet. Megjithëse Ali Bej ta përmendi, tha që, domethënë, etiketimet janë për të rënuar besimin tek këta njerëz. Po pra, atëherë, sipas siç na thon sondazhet, e mbylla Engelin, fal. Siç na thon sondazhet, sa më shumë e ka sharë Zoti Berisha e spakun, sa që më shumë i është rritur besimi aty. Pa vetëdijshme Zoti Berisha pas ka bërë dhe interes pakut, me që është institucioni me besueshmërinë më të lartë që ka Shqipëria sot. Po kështu thon sondazhet të pakun fi televizionit. Atëherë pas ka bërë ndër pa vetëdije. Është e vërtet që opozita vetëm fjalën ka. Dhe këtë mund të bëj. Dhe me të vetmen armë që ka, fjalën i kanë nxjerr fundin spakut me mendjen e vet. Madje para zgjedhjeve, që është momenti politik më i rëndësishëm, se nuk dihet se kush do të fitojë zgjedhjet, faktën, teza e Sali Berishës do ta shkatërrojë spakun. Rregull? Pra çka pasur në dorë i ka bërë. Jam dakord me faktin që është shumë herë më e rëndë kjo që po bën Edi Rama me ndryshime ligjore dhe me mosheqjen e imunitetit, të paktën me çfarë është thënë deri tani, deri sot. Deri sot. Ora 9:20 sa jemi tani. Është shumë më e rëndë kjo pjesë e pushtetit. Se ka pushtetin, ka numrat, ka ndryshon. Po nuk është ka që thjesht, që ka qenë vetëm në çështje fjalësh. Kjo është interpretim pastaj. Amnistia penale e mban mend para 2 vjetësh? Si? Amnistia penale. A duhet bërë amnistia penale? Duhet bërë amnistia penale, po jo për të nxjerrë nga burgu. Cili ka përfituar nga ata? Jo për të nxjerrë nga burgu. Më thuaj një emër që ka përfituar nga ata të dënuar nga spaku nga amnistia që u bë. Unë i kërkova në atë kohë Altin Troplinit, zyrtarisht, me që pretendimi ishte që jo asnjë, thoshin e Berisha dhe ca, që shkuan te Berisha, dhe kam me shkres, po të më lësh dhe e gjej, 120 të hetuar apo të dënuar nga spaku, përfituan nga amnistia e 2023. Cili emër? Cili emër, sepse deri 2023 me stadion spaku ka pas dënuar vetëm markën e peshkut me stadion. Dhe ka pas ndëtim gjithë kupolën e opozitës. Unë po të përgjigjem me shkres zyrtare. Po të duash edhe ta çoj, votoj edhe tek media. Me stadion deri 2023 ai ka pas vetëm kanë qenë ato policat e Kukës. Unë di shkres zyrtare, të thënë nga drejtuesi, me vule, me firmë, 120 të dënuar, të sa po, për çfarë vepër dënuar? Për çfarë vepër dënuar? I spakut, çfarë rëndësi ka? Jo, po ka rëndësi. Ishte, jo ka, si pas ka rëndësi. Ai është produkti i parë. Ai është produkti i parë, është produkti i parë i një drejtësie që sa po merr te këmbët. Edhe një herë. Dhe diabolizmi. Ore çfarë vepër kanë dënuar? Edhe Ramës dhe Berishës që në momentin e parë. Që ti je jurist dhe mos e thosh gjitha faktet. Dhe jo vetëm treguan këtë, po thanë që nëse guxon të na godasësh ne, o njërin o tjetrin, ndonjëherë të dy bashkë, ne bëjmë 110 vota, vlla. Kur? Kjo është interpretim. Po, interpretime, fakt, mor. Ne thamë do flasim me çka kemi. Ne thamë do flasim me çka kemi deri sot. Pak më parë. Ne do të flasim se në momentin kur 11 shtator Edi Rama nxori gjasme do ndryshoj kushtetutën për të zvogëluar numrin e parlamentit. Ti mendon se po Berisha. Ti mendon. Që do futën Ti mendon se po
i hapet barku Edi Ramës për numrin e deputetëve. Jo, mërë jo, synimi ishte që në përmjet ati sebepi të ndryshimit